I nderuar zotëri Blerem Gashoni, Ministri i Sportit dhe Rinisë, i nderuar zotëri Albert Krasniqi, Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal, i nderuar zonja Daulina Osmani, Zëvendësministre e Sportit dhe Rinisë, shumë të nderuar vëllezërit Kuka, Agron dhe Driton, të dashura kampione olimpike Majlinda, Distria, Nora dhe Laura, gjudistë të tjerë, kampion të botës e të Evropës, e nderuara drejtoresh në komunën e Pejës, zonja Xhenet Syka, të nderuar përfaqësues të institucioneve, zonja dhe zotërit të nderuar praneshëm, sot këtu në Pejë, në lagjen e kampionëve të botës, nuk po vendosim vetëm gurthemel. Sot po vazhdojmë suksesin e judos Kosovës përmes fillimit të punimeve për zgjerimin e qendrës nacionale të judos. Judoja është suksesi më i madh që e kemi ndërtuar dhe treguar si shtet në sport. Rezultatet ndërkombëtare të judos vendore janë dëshmi e punës së përditshme dhe përkushtimit të vazhdueshëm. Kjo qendër, ku ndodhemi tani, është përëruar në shtator të vitit 2021. Një pjesë e rrugës drejt medaleve olimpike në Paris 2024 është shtruar pikërisht këtu. Pjesa tjetër është bërë në kushte më të vështira, por me punë dhe përkushtim, kjo ekip e jashtëzakonshme e judos ka sjell medale të arta olimpike nga Rio dhe Tokyo. Me angazhimin e pandalshëm të Federatës së Judos për ta ngritur Kosovën edhe më lart, në kuadër të programit Kosova Shtet i Judos, sot po nisim këtë investim të ri. Ky projekt përfshi palestër të re të judos me standarde ndërkombëtare dhe objekt multifunksional që përfshin akomodim, pishinë, sallë fitnesi dhe restoran. Projekti do të krijojë kushtet që judoja e Kosovës të vazhdojë punën përpara, të forcojë rolin e saj si qendër stërvitore në Evropë dhe njëkohësisht të kontribuojë në zgjerimin dhe ngritjen e sportit, turizmit dhe ekonomisë në vendin tonë. Pikërisht këtu, në hapësirat e palestrës së re të judos, do të zhvillohen edhe garat e sporteve luftarake në kuadër të lojrave mesdhetare 2030. Qendra ekzistuese që nga viti 2021 ka pritur vazhdimisht sportistë dhe ekipe nga vendet të ndryshme të botës për kampe stërvitore me kampionët tonë. Aktualisht po stërvitën sportistë nga Ukraina dhe kjo është dëshmi se Peja është bërë vend ku judo bashkon dhe krijon ura përtej kufive. I përshëndes përzemërsisht të gjithë sportistët nga Ukraina. Slava Ukraini! Investimet në kuadër të programit Kosova Shtet i Judos përfshirë edhe këtë projekt në vlerë mbi 5.7 milion euro janë përgjigje ndaj suksesit dhe rezultateve që judoja i ka sjellë Kosovës. Në këtë rast, institucionet po bëjnë atë që duhet, të investojnë aty ku ka vlerë dhe ku ka rezultate. Kosova tashmë njihet si vendi kampionëve judos. Detyra jonë është që këtë sukses ta bëjmë sistem dhe këtë histori ta vazhdojmë për shumë vite në të ardhmen. Ju shpreh mirënjohje secilit për punën dhe kontributin në këtë projekt, urime të gjithëve dhe ju dëshiroj suksese të reja. Ju falenderoj. Gurthemeli gjithmonë e ka simbolike në fillimit të diçkaje, që në mes e ka shpresën. Shpresën për një jetë më të mirë, shpresën për një mundësi më të madhe e në disa raste shpresën e mbijetesës. Para plot 30 vitesh, pak metra nga këtu, ka qenë babajem që ka vendosur një gurthemel. Ai ka qenë gurthemeli mbijetesës. Po ka qenë mbijetesa e sportit fisnik të judos, pas uzurpimit të palestrave publike nga okupuesi serb. Dhe pas çlirimit në atë vend vazhdoi puna e madhe e sakrifica për përfaqësimin e shtetit tonë, gjithandej botës, deri në arritjet kulminante
që deri tani numërojnë 5 medalje olimpike, 10 evropiane e botërore e 100 tjera ndërkombëtare. Përveç që i gjithë komuniteti ndërkombëtar i sportit u njoftua me potencialin e një shteti të ri, po ashtu u ngrit edhe kurreshtja se çka qëndron pas kësaj. Dhe kjo kurreshtje u shua në vitin 2021, ku shkëlqeu emri i drejton Toni Kukës si trajneri më i mirë në Evropë dhe botë, i shkollur nga Federata Evropiane dhe ajo botërore. E ky gurthemel po vendoset për mundësi më të mëdha, si në zhvillimin e sportit, po ashtu edhe në promovimin e vendit tonë përmes organizimit të aktiviteteve trajnuese, garuese ndërkombëtare. Njëra nga ato do të jetë edhe organizimi i garës prestigjioze të lojrave mesdhetare në sportin e judos dhe sportin e karates. Në fund, uroj që punët të na ecin mbar dhe ta gëzojmë të gjithë së bashku. Ju falenderoj. Fjalët e mia flasin më shumë në arenat e garave se sa para fëltorës, para mikrofonit. Përshëndetje për kryeministrin Kurti, ministrat Gashani e Krasniqi, zaventë ministrin Osmani, mysafir këtu të gjithë që janë, mirë se keni ardhur, edhe për përfaqësuesen e nivelit komunal, drejtoreshën Xhenetën. Një përshëndetje të veçantë për mysafirët prej Ukrainës, që një ekip solid, është ekipi nacional kadet junior dhe U23 që na kanë nderuar me ardhen. Është hera parë që kemi mysafir prej Ukrainës këtu. Njëkohësisht sot na vjen edhe një sportiste prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe ajo do të bashkangjitet për herë të parë, do ta kemi edhe një judiste të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Kështu që ndoshta siç e theksoi kryeministri në këto 4-5 vite prej se ka filluar projekti Kosova Shteti Judos, edhe kemi një palestër reprezentative. Kemi pas ndoshta më shumë se mos t'ja teproj, po ndoshta 70-80 shtete, edhe shumë shtete që ende nuk e njohin shtetin tonë, por përmes judos ata po njihen me vlerat tona, dhe kjo më bën mua si trener dhe më thonë një ndërtues e këtij ekipi që ja ka lakmi gjithë bota tjetë, dhe më thonë një pikë në të cilën vinë, shohin edhe stërvisin me kampionet tona, kampionet olimpike, por edhe këta që po vinë pas tyre. Kjo është një ditë sot me shi, edhe herën e kaluar kur e kemi ndërtu këtë palestër ka qenë ditë me shi, po si duket është ditë me bereqet që thojnë në popull, edhe kjo palestra dhe këto gjitha që do të ndërtohen këtu do t'i shërpejnë gjeneratave të reja për të ngritur, por sidomos trenerëve të ri, sepse e kemi filluar në një palestër të vogël, siç e tha Agroni, ndërtuar prej familjes tonë, po aty ndërtu 3 tarta olimpike, i kemi vazhduar në këtë palestër edhe me 2 medale tjera olimpike edhe me shumë medale tjera. Ne si komuniteti judos gjithmonë kemi parasysh një fakt që faktikisht gjithmonë ajo që investohet në ne tentojmë ta kthejmë shumë fish më shumë. Kështu që kjo që po investohet për judon krijon përgjegjësi, krijon përkushtim më të madh gjithë sportistave dhe gjithë trenerave që po vinë. Ajo që e theksoi edhe Agroni është që gjatë okupimit për mua personalisht si trener, një ndër trajnerët e klubi judo si po në atë kohë, ka qenë palestra. E kemi pas një palestër në një shkollë fillore ku kemi stërvit gjitha klubet sportive në qytetin e Pesë, edhe faktikisht mu ka duk hapësirë shumë e vogël koha për të arritur diçka, dhe gjithmonë e kom pasur në kokë që të fillojmë diçka, të kemi palestër 24 orë në ditë. Edhe pse ajo palestër ka qenë modeste, po koha ka qenë e artë, koha ka qenë ajo që mu ka desh si trener që të ndërtoj ato që janë ndërtuar sot. Kështu që përgjegjësi, përkushtim kërkoj prej këtyre sportistave, trenerave, komunitetit judos. Shteti tash po investon shumë seriozisht në ju, e ju duhet m'ia kthy me punë, përkushtim, rezultate e medalje. Faleminderit shumë. Atëherë është koha që për shkaqe klimatike në fakt ceremonia edhe inaugurimit dhe pjesa e protokollit të fjalimeve ishte planifikuar që të bëhej jashtë,
është vendosur në momentet e fundit brenda, por tash gjithsesi do të kthehemi jashtë sepse është pika atje kur për pak do të jemi me pjesën e vënies së gurthemelit, në cilën pjesë do të ftoja që në këtë pjesë protokollore të na bashkohet kryeministri i Republikës së Kosovës zoti Albin Kurti, shoqëruar nga presidenti i Federatës së Gjutës zoti Agron Kuka dhe dy ministrat Kurse dhe Toni. We would also like to express our sincere gratitude to the Republic of Kosovo for supporting Ukraine during so difficult time. Here, we don't feel like guests. We feel like at home, surrounded by kind, strong, and inspiring people. Thank you for standing with us. Sen për politikë s'keni me bo, ha? Una forse ministri. Po, ma fa. Që zike kështë. Hajde. Falbero,